Çka nuk kupton kur themi Allah është patmeta, Allah është i kompletuar, çka nuk kupton kjo? Kë nuk ka vetëm deklarim në besim, po çka është kjo? Kjo është koncept i tjetuarit. Domethënë, me që Allah është i kompletuar, edhe feja e tij është e kompletuar. Andaj, qysh s'kam nevojë për Zot pas Allahut, nuk kam nevojë për udhëzim pas udhëzimit të Allahut. Ai bën që është, ama nuk ka Zot pas Allahut. Ama mënyra e jetuarit tani është mundësi, çështë e gjojshte. Jo, s'është mundësi ajo. S'është dëshirë, vullnet. Allah është i kompletuar dhe feja e tij është e kompletuar. El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sa do plotësua fen, u plotësua feja. S'ka nevojë më shtu kur gjë, as më kur gjë, e kompletuar është. Dhe është përmbush begatjella e njerëzve. Dhe Allah është i kënaqur Islamit që të fejon. Cili Islam? Çaj që ka zbrit sa ka qenë pejgamberi më gjallë. Çaj Islam? Çdo Islam ndryshe, jashtë asaj që ka qenë te pejgamberi nuk është Islam që është i kënaqur. Me dëshmi të Kuranit, me dëshmi të Kuranit. Pra na themi as-Samad, ai është i kompletuar, i patmeta, çashtu është feja e tij, çashtu është shpallja e tij, çashtu është udhëzimi i tij. Çështu është Samad, çështu imani funksionon. Jo vetëm kuptim të pranimit, por në kuptim të zbatimit, ndërtimit dhe manifestimit.